Familja e Hakimerit ka reaguar me ironi ndaj vizitës së fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić në SBA, ku ishte paralajmëruar një takim me Donald Trumpin, një takim që nuk ndodhi kurrë. Trumpi nuk e priti, nuk e thiri as nuk e përshëndeti, madje as pastruesi i shtëpisë së bardhë nuk e njohu, shkruan Imeri, duke përqeshur pritshmëritë e Vučićit. Ai përmend edhe Richard Grenellin, ish emisarin e Trumpit për dialogun Kosovë-Serbi, duke e përshkruar si një roje muzeu me orar të plot dhe selfie maniak në kërkim të vëmendjes. Familja Imeri thekson se lider si Vučić dhe Thaçi i kanë besuar shumë Grenellit, por sot fati i tyre duket se ka mbetur në dorën e dikujt pa ndikim real në administratën amerikane. Amerika është me veten, Grenelli është me Instagramin, përfundon ata. Miq, kur Aleksandar Vučići vendosi të niset për Amerikë, tha me plot gojë se do të takojë me Donald Trumpin, me plot gojë, por me mendje duket sikur diku në një botë paralele që kishte improvizuar Grenelli. Për çudi Trumpi se priti, se thiri, se përshëndeti as se pa, madje as pastruesi i shtëpisë së bardhë nuk e njohu në obor. Nga kjo mungesë dashurie, Vučići u dëgjua se kishte pasur dhimbje në gjoks. Dhimbje po, por jo nga malli për Amerikën, nga mërzia që nuk e mori askush seriozisht. U kthye në Beograd pa takim, por me tension të lartë, madje u shtri në spital sapo zbriti, se me sa duket, në Amerikë nuk paska spitale për zemrën e lënduar diplomatike. Në këtë dram shfaqet edhe një figurë legjendare, Richard Grenell, i njohur më mirë si ish ambasadori i dëbuar nga Gjermania që sot është roje muzeu me orar të plot dhe selfie maniaku zyrtari Trumpit me orar të zgjatur. Grenelli vazhdon të shpërndaj foto me Trumpin si adoleshent që ka kapur autograf nga idhulli i vet në ndonjë panajir, dhe çdo herë që e poston ndonjë foto, disa profile në Kosovë, Serbi, Shqipëri e të tjerë shpërthejnë në ekstaz. Grenelli është kthyer, Amerika është me ne. Jo more, Amerika është me veten, Grenelli është me Instagramin dhe X platformën. Pyetja shtrohet çka u bë me We Are Not Problematic Guys. Thaçi e Vučići, të dy me sa duket i kanë besuar Grenellit, aq shumë sa sot u ka mbetur fati në dorën e një roje muzeu, sepse realisht as pjesë e administratës Trump ai nuk është më, as ndikim nuk ka. Këtë po e shohin të gjithë. Është gënjim i radhës kur fati atyre që vuajnë mbetet në dorën e një roje muzeu.